Demi. Ju që po dëgjoni radio, kjo që po dëgjoni është pjesë e grupit Talking Heads dhe muzikantit, kompozitorit dhe themeluesit të grupit David Byrne, që është edhe i shenjës Demit. Një ditë një gazetar i kërkoi të kompozonte autobiografinë e tij me 7 fjalë. Ai përdori 10 fjalë. Fjalët ishin: i pambrojtur, i zhgënjur, i pamatur, i panjohur, i pafat, lakuriq, i deformuar, i çorganizuar dhe i çkoordinuar dhe gjithashtu edhe i rebeluar. Në ditën e vazhdimit dashur Dem Bura Grua Qofsh, të njëjtën gjë kam dëshirë të bësh edhe ti. Të bësh një analizë koncize, lakonike dhe esenciale të vetes në formë kritike dhe natyrisht edhe me humor, nuk do vrasësh veten. Kjo do të ndihmojë të jesh i lumtur apo e lumtur. Thënia e gjërave qartë do të jetë piknisja e një projekti apo lidhje që do të shkojë në drejtimin e duhur, edhe pse akoma nuk je tamam gati për ta filluar.